qytetarët Kavajës, burra dhe gra, djem dhe vajzat të lirisë, qytetarët të dignitetit, të fitores, mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemurta, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh për ju, demokratët, për mbar popullin e Kavajës, për kavajasit kudo që janë sonte, në Shqipëri, diasporë dhe kudo që ndodhen. Nga dhjetori Kam ardhë në qytetin tuaj të bekur, ju kam takuar ju, njerëz të nderuar, qytetar të nderuar, me dhjetra dhe qindra herë. Por sonte, kam kënaqësinë më të madhe, se në çdo takim tjetër që kemi patur së bashku, sepse sonte kemi në Kavaj miq të mdhej, miq të çmuar të Partisë Demokratike dhe të demokracisë shqiptare që në ditët e para të tyre gjerësot. Miqtë e mi, sonte këtu me ne kemi zëvendës presidentin e Internacionales Demokristiane të Qendrës, mikun e madh të demokracisë shqiptare dhe të shqiptarëve, Elmar Brok, i cili ka mbështetur në momente kritike Partinë Demokratike dhe demokracinë shqiptare, dhe është sot këtu për të mbështetur përsëri në këtë betejë epike vendimtare tonën ndaj narkodiktaturës dhe triumfit e demokracisë. Kam nder dhe kënaqësi që jam sot këtu me të nderuarin Antonio López Istúriz, sekretari i përgjithshëm i Internacionales Demokristiane të Qendrës, sekretar ekzekutiv, më falni, dhe deputet në Parlamentin Evropian. Antonio López Istúriz White është një mik i madh, i shquar dhe i kahershëm i Partisë Demokratike. Prania e tij sot këtu, një lloj si 2005-ën, lajmëron fitoren tonë me 11 maj. Një mirënjohje të veçantë kam unë për zonjën Angelika Lang, ombudsmene në Stockholm, Suedi. Marrëdhëniet tona
me partinë si motër suedeze kanë qenë dhe mbeten të shkëlqyera. Mbështetja e tyre për ne në këtë fushat është e një rëndësie të madhe cilësore. Miqtë e mi, ne jemi shumë të nderuar nga prania e miqve tanë nga Venezuela, që luftojnë prej vitesh diktaturën e Maduros. Meri Ponte, sekretare kombëtare e partisë Primero Justicia Venezuela, si dhe të dashurit Luis de Teresa nga CDI. Miq, këta miq të nderuar e kanë nderuar Kavajnë, por dhe ju, qytetarë dhe qytetarët e Kavajës, keni nderuar njerëz të lirë, keni nderuar lirinë, vlerat, virtutet e njerëzve të lirë në Shqipëri dhe në mbar botën, dhe meritoni plotësisht nderimin dhe respektin e tyre. Ftoj shqiptarët të mos harrojnë se sot paradite në Velipoj Edi Ramen e shoqëronte Plum Gjoka dhe Charles McGonigal, e shoqëronte Sajmir Tahiri, Lefter Koka, Alqi Bllako, Elion Veliaj, e shoqëronin pra një bandë vërtet shqiptare ndërkombëtare. Edi Rama tarthme nuk ka. Miqtë e mi, 2 javë në ndajnë nga dite e fitores, dite e triumfit. Unë po vi nga një tur 2 ditor në jug, dhe kudo në sheshtën qyteteve, në brigjet, në fshatrat, frynë të ere fitores, ere triumfit, jugu më i vendosur se kur, me entuziasm se kur, për të nda me të keqen që ka emrin Edi Rama. Por, Kavaja është përsëri qyteti i cili përmbysi i pari diktaturën komuniste, dhe përmbysi i pari narkodiktaturën. Me lejoni, ne mërtuaj t'i përcjellim presidentit të CDI, ish presidentit Meksikës, Zotit Pastrano, nderimet më të mëdha, përshtetjet më të përzemërta. Në drejtimin e tij, Internacionala Demokristiane e Qendrës do t'ishte institucioni i parë, madhor, grupon 110 parti politike të qendrës djathtë të mbar botës. Do t'ishte institucioni i parë ndërkombëtar që do të damkoste regjimin e Tiranës, regjimin e Edi Ramës si narkodiktaturë. Dhe kjo ishte mbështetje e jashtëzakonshme për ne. Miq, kjo fushat, çdo minutë dhe çdo ditë bën të qartë për çdo shqiptar se shkaku i problemeve të mëdha, se shkaku
i varfrimit dhe mjerimit të frikshëm të shqiptarëve në 12 vite. Se shkaku i largimit të shqiptarëve nga Shqipëria, se shkaku i rënimit të sistemit shtetësor, sistemit arsimor, është një dhe vetëm një. Është Edi Rama, organizatët i kriminale, që vjen çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, shqiptar, buxhetin, fondet, pasuritë e tyre publike. Çdo ditë, çdo orë, shqiptarët po përqafojnë më shumë programin e Partisë Demokratike. Programi që garanton shqiptarët se do krijoj një mundësi të re për çdo qytetar. Programi që garanton qytetarët se varfrinë ekstreme do ta zhduk në 100 ditë të para nga Shqipëria. Se nuk do ketë pension në 200 euro, se nuk do ketë ndihmë ekonomike në 200 euro, se nuk do ketë burë studentit në 200 euro, nuk do ketë rrogë minimale në 500 euro, se do ullë çmimin e energjisë në 7 lekë për qytetarët, do përgjysmoj tarifat e ujit, do t'jap kartën e konsumatorit për të gjithë pensionistët dhe rrogultit. Garanton supermarkets të Kavajës, biznes të vogla, biznes të mesme dhe të mëdha, se përgjysmimi taksave, se ulje çmimit të energjisë të 6 lekë nga 18, se përgjysmimi tarifës ujit, se çlirimi tyre nga inspektoriatët dhe gjoba, janë zotimet tona solemne. Pra, ky program është program për çdo shqiptar, nuk është program i një partie, është program i një misioni të vërtet për të shpëtuar Shqipërinë dhe për të nxjerrë Shqipërinë nga ky spiral, nga këto labirinte që po e shkretojnë atë çdo ditë më shumë. Miqtë e mi, 2 javë kanë mbetur. Këto 2 javë janë një kushtrim. Janë një kushtrim, janë një thirrje për çdo të ri dhe tre të Kavajës. Të bëjmë përpjekjet tona për të bindur çdo boshatar. Sepse qëllimi më i fuqishëm i këtij programi është t'i rikthejmë Shqipërisë rinin e saj, të sjellim kombin në moshën e rinisë dhe garantojnë çdo 33. Se mesatarja do hiqet, se dyert e universiteteve do t'jenë të hapura, se shkollimi dhe punësimi tyre, qeveria do të paguajë sigurimet shoqërore tek sipërmarrësit për çdo të rit punësuar një vit. Trajnimin e tyre, një çati për çdo të ri çift të ri. Qeveria do t'jap një grant 30.000 euro në mënyrë që të paguhet kredia. Do bëjmë gjithçka të rikthejmë nga imigracioni vëllezërit motrat tona. 5 vjet asnjë taks, kredi të buta për strehimin. Startupet e tyre do mbështeten fuqishme. Pra miq, është program për çdo shqiptar. Fermerët e Kavajës dhe të Shqipërisë do të njojnë 5 fishimin. 5 fishimin e subvencioneve për ta. Garantoj se për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan, për çdo kokë bakti, do marrin 5 fish në atyre që marrin sot.
suksesi fermave tona, suksesi i sipërmarrjeve tona. Mejtin Albania është krenaria jonë. Miqtë e mi, ka patur edhe të tjerë diktator, ka njohur, po diktator më të pa shpirt për qytetar, narkodiktator më të pa shpirt për qytetar se Edi Rama nuk ka patur. Ju e dëgjuat, 3 muaj më parë deklaroj se në spitalin onkologjik po kryen krime kundër njerëzimit. A e dini ju sot pas 3 muajsh, situata është 2 herë më dramatike, sepse ai e ka mendjen tek luksi i tij, e ka mendjen tek pasurimi i tij dhe njerëzit e tij, e ka mendjen tek plaçkitja e shqiptarëve. Garantoj çdo qytetar të Kavajës dhe të Shqipërisë se buxheti i shtetësisë do të dyfishohet, se lista e ilaçeve të rimbursueshme do të jetë identike me atë të Republikës Italiane, se në territorin e Shqipërisë nuk do të tregtohen ilaçe që nuk shiten 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Miq, në Europë nuk shkohet me mjerim, në Europë nuk shkohet me krim, në Europë nuk shkohet me korrupsion, në Europë shkohet me shteti ligjor, me respekt e lirive dhe drejtave njerëzore, me respekt e dignitetit njerëzor. Në Europë shkohet duke rritur mirëqenien e qytetarëve shqiptar dhe jo duke i plaçkitur atë. Ka një forcë politike e faktuar dhe e provuar, lokomotiv e integrimeve europiane dhe euroatlantike të Shqipërisë. Dhe kjo është partia juaj, Partia Demokratike. Ky është koalicioni ynë, koalicioni për Shqipërinë madhështore, koalicioni për Shqipërinë e fitores. Hidhni një sy krahu tjetër. Çfarë ndodh? Çfarë bën? Ka qeverisë 12 vite. Nuk ka një rekord për të paraqitur para jush. Se dhe atë që ka realizuar ka vjedh 9-1 dhe se thot dot. Nuk ka një rekord dhe përpiqet ta kaloj me batuta. Dhe tani me mantran e dezintegrimit të familjes, me sulmin kundër familjes, përpiqet të grabis vota. Ne jemi parti konservatore, parti e traditës, parti e familjes, parti e dashurisë për vendin, e respektit për dignitetin njerëzor. Ndaj dhe për ne, familja është dhe do mbetet sa toksore aq dhe hyjnore. Dhe i them Edi Ramës se përpjekjet tuaja qesharake, banale, të padenja për të krijuar skeqe, gratë kuna burrave, burrat kuna grave, janë turpi dheut, janë turpi yt, nënat motrat gratë shqiptare, janë fisnike, ato zbashku me bashkëshortët, djem, vëllezrit, vajzat e tyre, i kanë dhënë kombit gjën më madhështore, familjen e vet. Ndaj dhe ju garantoj se me 11 maj, Edi Rama i shtypet koka dhe bishtin në Shqipëri.
me 5 nëndor, ju shtyp Sorosit në Washington. Me 11 maj, Sorosit të Tiranës dojnë shtypet koka. Dhe ekstremi majt, i mbulur, i maskur, me etiketat ndryshme, do të përfundojnë në katakombet e historisë. Përsëri, Shqipëria në shembull e Kavajës do të ngrihet fuqishëm në një fillim të ri, në një udhtim të ri, drejt ardhmës, drejt rinisë së kombit shqiptar, drejt Europës. Roft Kavaja, roft Shqipëria, fitore, fitore, fitore.